Po çfarë ndodh me një E kam grua? ndjerë këtë lloj paragjykimi, Po. dhe sidomos e kam ndjerë kur ke arritur një lloj niveli dhe një pjesë e njerëzve, jo një pjesë, por shumica nuk e di. Vetëm një pjesë e njerëzve e din se si e ke mbritur. E qartë. Dhe ata e di sa më preke se thonë, ua, të kujtoj kur sapo kisha hapur shpinë botuese me biçikletë, më binin ato, mbaja një kuti se bëja edhe shpërndarsin, bëja edhe redaktorin, bëja gjithçka, edhe botuesen e të gjitha. S'kisha lek paguaja dikë. Po. Dhe kisha dhe aftësinë dhe të shkruaja dhe Po, vetë, dhe vjen edhe i librat bëja mbrapa dhe gjitha. të batonte Po pra të biçikleta. bëj edhe pasaj mezi u bë një makinë e cila mezi lëviste, ajo makina sa e mësova me kamio, si quhet? Manuale. Po. Që me marshin e parë të dytë me Po, me këto. të gjitha ato, kështu që mendo tani, përplasu andej, përplasu këti, dhe ai thotë që ti e ke kollaj. Dakor. S'kisha lek, kam dot një herë që edhe për të blerë një sanduiç. Tash, jo se s'do gjeja 100 lekë se kisha njerëz të mit, po thash, jo nuk do ta ha, që ta kujtoj këtë ditë, që unë sot s'kam as 100 lekë. Se nesër me normal erdhen, u shit diçka erdhen ato lekë. Po e bëra me qëllim për t'i tregu vetes ore njeriu më të ri edhe pa ngrënë një sanduiç gjithë ditë. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.